Unë edhe në një shkrim të fundit e kam thënë këtë, që vetëvendosja do të përfundoj si gjithë partit tjera. Pra nuk përbën dallim, thënë ju? Do të përfundoj. Shini, aty të flasim tash i ma hapur, pse ku ai u batje drejtori i Portit Durrësit, pse dyshoi, fliti, unë nuk e di, nuk mund të them, edhe shkoj atje, ku është shkolla, ku është qendra e hajdutrisë e Edi Rama. Unë nuk them që ky si hajdut shkoj atje, po shkoj atje. Shkoj atje, pse nuk shkoj tjetër kund, ta zam. Duhet të them, shqyqo, vetë pushteti të njerëz tanë që s'janë të realizuar, që s'kanë bërë kur gjanë jetë, të mundëson të kryojsh iluzionin se ti djetë dikushi, edhe ai dikushi të ne të shqiptarët posaçërisht, nuk vlerësohet në atë sa di, sa ka moral, sa ka dignitet, po gjipin sa e ka të shtrejt. Edhe ai dikushi që do të bëhet dikushi, që kur del në rrugë gjithë neti përkulemi, njerë çfarë bën? Ai e blen gjipin 200.000 euro. E bën të kundërtën e asaj që bëhet në botën normale. Në botën normale njeriu t'imponohet me mençuri, t'imponohet me ndershmëri, t'imponohet me karakter të fortë. Ne jo, kur ja sheti makinën se e ka veturën, edhe ti e kupton se ky është diçka. Edhe te ne ata diçka që fëmijëve tanë u bën tashti modele, janë vëlla hajdutët. Sepse ata kanë pare që nuk u dhimbsen, sa ajo është pare, nuk është e fituar ajo pare që ke shkuar ti në mërgim edhe 30 vjetë, ke lanë familje, ke lanë fëmijë, të ka djegë malli. Po janë pare që kështu për 4 vjetë, ke shkuar, ty ke mbledh haraç prej Kosovës, dikush duke u thirrur në luftën, si ka qenë dikushi, dikush duke u thirrur se në parti, ka qenë partinë shtetformuese LDK, ai tjetri duke u thirrur, çdo njeri duke u thirrur në vete, asnjëri nuk u thirr në Kosovën. Gjithë mbulohen me këtë që kinë se kanë ba, por nuk i treguan kësaj Kosove se si mund të pasurosh duke u marrë me politikë. E kam thënë 1000 herë, do e përsëris tër jetën, nga politika mund të pasurohet veç hajduti. Politika të mundëson, kur bësh ministër të mundëson të jetësh mirë, se normalisht nuk duhet që ministrat shqiptar të voziten me ndonjë vetur me Fico. Duhet voziten me Audi. Mirë pa aty të përfundoj rrëfimi. Edhe ai duhet jetë i veshur mirë, duhet jetoj mirë. Mirë po, këta vëlla u bën kapitalist. A ishin të pa ushqyer mirë. Kur erdhën pushtet, këta ishin të pa ushqyer. Ka pas një deklarat një deputeti në kuvendin e Kosovës pas luftës që i tha dikujt t'i ka ardhur me biciklën në Prishtinë e bërë shumë i pasur. Njihemi ne se jemi... Kur i përmendet xhipat e zi, vetëvendosja e kishte në narrativën e saj që ne jemi kundër xhipave të zi. Do mbushin ata me xhipat zi edhe ajo do mbyllë. Kundër rrojeve të shumta.